institucioni, forumi, autoriteti që vendos pastaj. Mirë po me gjas do të shkohet me 2 raporte në kuvend. Qaqa, me sa duket, palët në këtë rast ndahen, ndryshe nga që ka ndodhur më parë me rastet ngjashme. Nuk është rasti parë, me thënë të drejtën. Që ndahen. Që ndahen, është edhe rasti zotit Tahiri, pra kjo është era dytë që besojmë që do kemi një rrëzim të kërkesës, po themi të organit prokurorisë, nuk ka rëndësi Spaku apo një organ tjetër prokurorie, në rasti konkret gjykojmë që do të kemi një rrëzim, pra vendimarrja e sotme në thojza, ajo çfarë u artikulua dhe u deklarua nga kryetari i grupit parlamentar, do të thotë që në seancë më pas me forcën e kartonave besoj që kjo majorancë nuk do të jepet autorizimi absolutisht do ta arrëzojë këtë kërkesë. Dhe me thënë të drejtën, unë besoj dhe gjykoj që do ketë dhe një raport tjetër nga opozita, por për sa kohë që në seancë plenare më pas janë kartonat që vendosin, besoj që nuk është do ketë në i vlerë, përveç se pjesës politike. Jo, e kam fjalën këtu për shembull kur është paraqitur në kuvend rasti i zotit Ahmetaj, palët kanë votuar në blok, pavarësisht qasjeve të ndryshme, apo faktit se në cilin grup bënte pjesë zoti Ahmetaj, vota e demokratëve dhe socialistëve ka qenë pro autorizimit të kërkuar nga Spaku. Po thuaj se edhe në rastin, besoj që edhe në rastet e tjera. Pra, kjo është bërë, po duhet kemi parasysh që ja pra pse duhet themi një gjë që nuk ka të bëj fare me funksionin, këtu ka të bëj me emrin. Kjo majorancë e ka ndarë mendjen që të bëhet buroj për zëvendësministrin Balluku. Pra, kemi të bëj me personin. Zoti Rama, po themi tashmë, po bën gjithçka që Balluku mos preket. Se kush është prapavija, se kush është konotacioni, çfarë ka underground, kjo do të